Doktor, kush po kujdeset për biznesin tënd, ndërkohë që ti kujdesesh për pacientët? Okej, besoj që ti je një ekspert shumë i mirë, një doktor shumë i mirë i fushës dhe ti ke hapur klinikën tënde. Mund të jesh një estetist, një fizioterapist, dentist, imazherist apo çfarë do lloj doktori i cili ke klinikën tënde dhe ti po has probleme me stafin. Po has probleme me stafin sepse stafi po tregon, po qarkullon, po vjen po merr zanatin te ty, po ikën pa hapi tjetër të vetën, pa hapi një klinikë tjetër dhe ke probleme të qëndrueshme në lidhje me stafin. Stafi është ai që ty po të pengon që ti të zgjerosh biznesin tënd. Ti do të zgjerosh, do të rritesh, do të bëhesh një brand, do të hapësh disa klinika të tjera dhe stafi ty po të pengon. Ty po të pengon dhe ai është bërë pengesa kryesore që ti nuk po arrin dot ato që do të arrish në lidhje me zgjerimin. Atëherë kam një lajm të mirë për ty. Problemi kryesor nuk qëndron tek stafi. Problemi kryesor qëndron tek ti. Të bësh biznes, pra të menaxhosh stafin, të ndërtosh sistemet, është gjë tjetër nga të jesh një doktor shumë i mirë. Unë të ftoj në 5 gabime që po mbajnë peng biznesin tënd, i cili të zgjerohet. Është një trajnim i shkurtër në 30 minuta, i cili ka të bëjë pikërisht me evidentimin e këtyre problemeve. Se çfarë do të thotë të drejtosh një klinik apo një biznes dhe çfarë do të thotë të jesh një doktor shumë i mirë i fushës. Shumë shpesh vinë dhe shumë doktor më kontaktojnë dhe thonë çiko Eri, kam problem me stafin, kam problem sepse nuk gjej staf. Kanë hiqje të rinj, kam problem me stafin sepse më vjen edhe më hiqen, largohet. Kam problem me stafin se vinë më marrin zanatin edhe hiqin, hapin klinikën e tyre, hapin atë gjën e tyre. Dhe kjo është një tregues që ti ke diçka që po të rrjedh aty, ke diçka që po pikon, ka diçka që në sistemin e biznesit tënd ti nuk po e bën si duhet. Unë të ftoj në të trajnim të shkurtër, 30 minuta ku ti mund të ftoj live të vish, dhe ti mund të bësh pyetjen tënde specifike në lidhje me biznesin tënd. Një problemi që ty të ndodh është që ti gjëja e parë që ti duhet të kuptosh është që nuk është problemi tek stafi. Problemi nuk është tek ajo që ti po shikon. Problemi është tek pjesa e jote. Ka diçka që ti nuk di të bësh, ka diçka që ti nuk di të menaxhosh. Dhe kjo ikja e stafit, largimi i stafit është thjesht simptom, është thjesht një tregues, një sinjal që po thotë shiko, hello, diçka po bën gabim, po ti nuk po e kupton. Sepse ti nuk di atë që nuk di. Shumë shpesh kur flas me doktor, kur flas me stomatolog apo me fizioterapist apo me doktor që janë shumë të fortë, shumë ekspert, shumë të mirë, ata thonë se unë nuk kam biznes. Kjo nuk është biznesi im, kjo nuk është biznes, kjo është që unë po ndihmoj njerëzit edhe është një klinikë. Edhe po them, po patjetër që ti je në biznes. Je në biznes sepse ti po organizon njerëzit në një procedurë të caktuar, në një sistem të caktuar. Është një biznes i cili është i ndërtuar me 2, 3, 5, 10 veta, nuk e di se sa ke, 20, 30, 100, por nëse ke njerëz dhe ke një mënyrë se si këta njerëzit punojnë për të arritur një qëllim të caktuar, je në biznes. Vetëm se ti nuk po e kupton që kjo quhet biznes. Biznes do të thotë organizim njerëzish për një qëllim të caktuar. Nëse ti po has probleme të rëndësishme pra të thella me stafin, unë të ftoj të vish në trajnimin tim falas, të cilën unë organizoj online, dhe ti mund ta ndjekësh nga komoditeti i zyrës tënde apo i shtëpisë tënde, dhe aty mund të diskutojmë specifikisht në lidhje me problemin tënd dhe si mund ti ta zgjedhësh dhe ta zgjidhësh përfundimisht këtë gjë. Mos ta zgjidhësh dhe të ndodhi prapë, por ta zgjidhësh përfundimisht këtë gjë. Kështu që komento më poshtë në linkun më poshtë dhe pse jo, mund të lësh komentin tënd se si të duk kjo video nëse është për ty apo jo dhe pse jo mund të shkruash për të marrë më tepër informacion se kur do të xhirohet edhe kur do të jetë ky trajnim i falas. 5 gabimet që po mbajnë peng biznesin tënd. Doktor, të pres.